Unë e falenderoj kryetarin e partisë, membrin, zotin Krasniqi, se më shok dhe miq, për udhëheqjen që e ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Po mendoj që në mënyrën se si janë shpallë zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folë haptas që mbështet një kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar Deksh, duke thënë që këtë do duhet ta mbështetni apo kjo është preferenca ime, mendoj që e ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është garë e hapur, nuk është garë demokratike. Prandaj, unë kam kërkuar një javë zgjatje të konventës, nuk e tham me mblef, nuk e tham me fund barkut, nuk e tham me inatin, nuk e tham për ndonjë pakënaqësi, se kam menduar që është shumë e rëndësishme që me gjithë juve në sallë të bisedojmë për platformën, me gjithë juve në sallë të bisedojmë për ekipin, me gjithë juve në sallë ta kemë një ballafaqim të idesh brenda një javë. Dhe mandej ta mbajmë konventën e Partisë Demokratike të Kosovës. Unë e mbram me më taku me zotin Bedri Hamza, se jemi miq. Nuk kem as keq kuptim, nuk kem as ndonjë dhimbje, jemi shok, do të mbesmi shok.